pasur pjesëmarrje të diasporës dhe në bazë të statistikave për hyrje daljet në Kosovë, kanë qenë 300-400.000 pra qytetarë që kanë hyrë në Kosovë para datës 28 dhjetor, që të regën se edhe me datën 21 dhjetor si datë tjetër opcionale, dalja do të mund të kishte qenë përafërsisht e njëjtë. Po thuaj se edhe me 21 dhjetor kishte qenë e njëjtë përafërsisht e njëjtë, me një dallim marginal prej 2-3 pikë përqindje, po që nuk është signifikante në kuptim të ndarjes përfundimit. Deri në këtë moment që është rezultati, është update i fundit i KSZ-s, kena manual se ju jeni vesim rana në SNR, të kuti, të votat e diasporës, votat me kushte dhe kreditoziona tjera. Po i preferojmë rezultatit aktual të çfarë kemi. Po du më nalë për si cilën bazë soj. Partia Demokratike e Kosovës ka dalë 20.28%, po lufton shumë ashtë për një mandat mes LDK-s dhe PDK-s. Kanë me të 3.000 diçka kuti pa numru, nuk e dim a do të amboj mandat, apo do të marrë dhe këtë mandat lëvizja me të ndosje. Eugen, po du më nalë pikrisht të rezultati Partisë Demokratike e Kosovës. A ke besu që mundet me dalë 20 me mëri në këto në Ministre Djullë, 22 deputet me ranë 20.28%? Realisht, so ka qenë e pritshme se rezultati i tillë. PDK-ja nëse rikthehemi tek shpërndarja e votave, del që ka një lloj erozioni në shtratin e vet kryesor elektoral, sidomos në Drenaz dhe në Skenderaj ku ka një ramje, e ku është rrit lëvizja e vendosjes, ndonë se jo për masa të mëdha. Skenderaj, Drenaz ka ramje të PDK-s, ka ramje të PDK-s edhe në votë dhe në përqindje, ndërsa ka rritje të lëvizjes së vendosjes. Për qendrat e mëdha mos flasim, pra lëvizja e vendosjes ka fitore brutale në 8 qendrat e mëdha, po edhe në shumicën e komunave të tjera, po ajo që ka bën dallimin në rastin e PDK-s është rritja e saj në Prishtinë, rritja e saj në Fushë Kosovë, rritja e saj në komunën e Ferizajt, ku tashmë LDK-ja është gati se inekzistente, ngjashëm siç është edhe në Prizren, pra mezi ka lënë, nëse nuk gaboj 5-6% si parti në nivel të votës komunale në këto zgjedhje. Unë besoj që ky është një rezultat nëse vret pra rritja eksponenciale e lëvizjes së vendosjes, që nga 22% i bie që e ka shtuar qerekun e elektoratit të saj total, i bie që ky rezultat për PDK-n, ndonë se nuk ka qenë i pritur, padyshim gara paraprakisht matjet cilat janë bërë kanë qenë në një rezultat ku partitë ish opozitare kanë pasur performancë shumë më të mirë se sa kaq, por ky besoj është një rezultat i mirë për shkak se po flasim për humbje të vetëm një eventualisht dy ulëseve, edhe pse dallimin mes të koeficientit PDK-s dhe të LDK-s aktualisht është vetëm 20 pikë. Pra disa qindra vota e bëjnë dallimin mes mandatit 23 të PDK-s dhe mandatit të 14, respektivisht 15 të LDK-s. Do të thotë, në bazë rezultateve kësaj konsiderojnë që është në shtratin e vetë Partia Demokratike e Kosovës, në këto zgjedhje mundet me dalë një ose dy prej zgjedhjeve të kaluara, diferencë më pak. Lidha Demokratike e Kosovës, 13.27, so ka qenë i pritshëm si rezultat. Padyshim, pas zgjedhjeve të vitit 2021, ky është rezultati më i dobët për LDK-n, edhe në kuptim të strukturës së votuesve, pra e ka humbur 1/3 e votuesve të saj. Edhe pse ajo çfarë vlen përmendet është që pjesërisht një arsye sepse LDK-ja ka performancë të tillë edhe më dobët sa që është pritur, është fakti që në zgjedhjet e shkurtit LDK-ja ka pasur 30% të votave me postë. 30%, derisa tash me ze po e ka lënë 10-11%, që i bie 3 fish më pak vota në kuadër të votimit jashtë vendit. Është përmendur këtu edhe mungesa e kandidatit ish djalit të Sali Çekajt, i cili ka pasur numër rekord të votave në kuadër të atij votimi, por unë besoj që në anën tjetër një kandidat nuk mund ta bëjë diferencën në përmasa të tilla, pra për ta humbur 2/3 e elektoratit të vet. Dhe padyshim kjo është një prej pikave më të dobta të LDK-s, për shkak se për dallim nga zgjedhjet e vitit 2021 ku kishte faktor tani më presidentën Osmani, e cila u nda dhe shkoi në lëvizjen vendosje, ta humbasësh 1/3 e elektoratit për një periudhë 10 mujore, ku pretendon që je duke konsoliduar, është padyshim humbje, por unë besoj që ndër faktorët kryesor në një lloj mungese të interesimit votuesve ose për dalë për të votuar ose nëse të njëjtit kanë shkuar tek lëvizja vendosje, ka të bëjë edhe me mospërcaktimin e qartë të LDK-s se cili është opsioni i saj. Pra unë besoj që në politik nuk është normale as e zakonshme që të jesh në pozicionin ku mund ta bësh qeverinë me njërin ose palën tjetër, ose me lëvizjen vendosje, ose ta mundsosh një qeveri opozitës, e të mos e bësh asnjërin, për shkak se kjo tregon pafuqi politike, e cila normalisht mund ndëshkohet nga votuesit.
Kjo tashmë përveç nevojës për riformatim të sërishëm të strukturave të LDK-s, çka dyshoj që mund të ndodhë në një periudhë të shkurtër kohore, sepse zoti Abdi Gjiku, si kryetari i LDK-s, ka punuar tash e sa kohë, gati me vite, që të ristrukturohet, e tash më del që kjo nuk ka prodhuar efekt. Efekt, si ristrukturim aktual. Por në anën tjetër, ajo çfarë duat potencoj është që ndonë është përmendur që mos hyrja në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje është faktor pse i ka ndalë një pjesë e elektoratit, por nëse shihen